Unë di që do hapi disa çështje të tjera dhe di që janë bërë 3 kërkesa në Senatin Amerikan për të hapur 3 dosje në Amerikë. Por ndoshta s'është momenti tani për të hapur 3 dosje që kanë lidhje me Shqipërinë. Dhe ligji amerikan e ka të përcaktuar që vetëm senatorët mund të hapin dosje në qoftë se ato janë mbyllur. Por kjo mos thotë që mund ndodhe një gjë tjetër. Që thotë po, unë dua dhe një qeverisje gjithë përfshirëse, unë dua një qeverisje që mos jetë kryeministër as ky që është, as ai që do të vi. Po pse përcaktojnë dot? Po atjetër që ta përcaktojnë. Fiton Rama Binçëm, çfarë do i bësh? Do e përcaktojnë? Tani si? Me çfarë mekanizmi? Çfarë mekanizmi? Me atë mekanizëm të cilën ti të dosjeve. Po, të dosjeve. Sepse siç u përdorën dosjet edhe me këta që janë sot, me të njëjtën mekanizëm ka, sepse duhet të njohësh sa ti pastëresh njëri dhe tjetri që neve të jemi të sinqertë dhe të mos aludojmë. Por unë e di që të gjithë klasa politike shqiptare dhe ata që kanë qenë në poste drejtuese nuk kanë lyer gishtat, por kanë futur krahun komplet dhe janë lidhur me krim, me njerëz. Flasim vetëm për Berishën edhe. Po tani, me qenë se tha që anduryn, patjetër që nduryn.